Mbi 2 miliardë euro borxhe që rreth 200.000 biznese i kanë shtetit do të fshihen dhe bizneset mund të nisin një marrëdhënie paqeje fiskale, pasi presidenti Bajram Begaj dekretoi 7 ligje të paketës fiskale dhe i hapi rrugë hyrjes në fuqi pas votimit në fletorën zyrtare. Ligji i faljes së detyrimeve tatimore e doganore të krijuara para datës 31 dhjetor 2014 dhe ligji për marrëveshjen e paqes morën firmën e kreut të shtetit, sikurse ligje të tjera me efekt direkt për biznesin, fermerët dhe ekonominë e vendit. Paqja fiskale do të jetë një marrëveshje mes tatimeve dhe bizneseve, e gjeneruar me ndihmën e inteligjencës artificiale, e cila shman kontrollet tatimore, por nga ana tjetër garanton mbledhjen e detyrimeve përmes një tatimi të dakordësuar për fitimin. Tatim-paguesit mund të aplikojnë në e-filing për lidhjen e tyre të marrëveshjes së paqes fiskale, proces që nis pas hyrjes në fuqi të ligjit. Tatimi do të dakordësohet mbi një formulë që parashikon që mbi fitimin e deklaruar të një biznesi do të shtohet një marrësh 18% dhe çdo fitim që kalon pragun prej 18% do të tatohet me 5%. Përfituese janë të gjitha bizneset e mëdha me fitime mbi 14 milion lek, që nuk kanë detyrime të papaguara dhe nuk janë të dënuar me vendim të formës së prerë, si dhe nuk janë subjekte hetimin nga administrata tatimore. Kjo marrëveshje do të jetë në fuqi deri në fund të vitit 2028. Ligji i faljes ndërkohë parashikon që nga 1 janari 2026 të gjitha detyrimet tatimore dhe doganore të papaguara, direkte apo indirekte, të papaguara, si dhe gjobat apo kamat vonesa që i përkasin periudhave tatimore deri në 31 dhjetor 2014 të fshihen automatikisht. Të vetmet detyrime që përjashtohen janë ato të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Por detyrimet nga 1 janari 2015 deri në 31 dhjetor 2019 do të aplikohet një skem tjetër. Presidenti Begaj dekretoi gjithashtu ligjin që vendos kufizime të reja për pagesat me para në dorë, sikurse rikthimin e kompensimit 10% të TVSH-s për fermerët.